Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do flas për shëmbulltyrën e farës së sinapit, fuqia e asaj që duket e vogël. Sa inspiruese. Asnjëherë mos neglizhoni fillimet tuaja të vogla, asnjëherë mos e shihni veten tuaj të vogël dhe të parëndësishëm. E pra pikërisht Jezusi flet për njërin nga farat më të vogla që ekzistojnë, farën e sinapit. Dhe ai thotë që mbretëria e qiejve është e ngjashme me një farë sinapi. Jezusi zgjedh njërin nga farat më të vogla që njihnin njerëzit e kohës për të përshkruar diçka madhështore, mbretërinë e Zotit. Kjo është logjika e qiellit. Ajo që fillon e vogël, e heshtur dhe e padukshme, ka potencial të ndryshojë gjithçka. Një figurë historike që e mishëron këtë është Rosa Parks. Ajo nuk ishte udhëheqëse politike, as oratore e madhe. Ishte një grua e thjeshtë që një ditë refuzoi të ngrihej nga vendi i saj në autobus për t'ia lënë dikujt tjetër vetëm për shkak të ngjyrës së lëkurës. Ky veprim i vogël, i heshtur, i guximshëm, pa dhunë, ndezi një lëvizje që ndryshoi historinë e të drejtave civile. Rosa Parks tha: "Unë nuk isha e lodhur fizikisht, isha e lodhur nga padrejtësia." Pra një farë e vogël sinapi, një akt i vogël bindje, një ndryshim i jashtëzakonshëm. Platoni do thoshte fillimi është pjesa më e rëndësishme e çdo vepre. Tani më lejoni të ndaj me ju disa të vërteta që marrim nga kjo shëmbulltyrë, që dua të ngelin me ju. E para, Zoti vepron nëpërmjet asaj që ne nënvlerësojmë. Mbretëria nuk fillon me pushtet, por me besnikëri, jo me zhurmë, por me bindje, jo me spektakël, por me thelbin e së vërtetës. Së dyti, rritja e Zotit është organike, jo mekanike. Kjo rritje nuk imponohet, por nis nga brenda. Ashtu një lloj si fara e vogël e sinapit, ajo ka jetë brenda vetes. Fara ka vetë brenda saj një jetë të jashtëzakonshme që mezi pret të shpërthej si jashtëmi. E vërteta e tretë, mos e nënvlerëso bindjen e vogël. Një lutje sinqert, një fjalë e drejtë, një vendim i ndershëm, një qëndrim për të drejtën. Këto janë farat e mbretërisë. Agustini do të shkruante: Zoti vepron në mënyra të vogla për të ndërtuar gjëra të përjetshme. E pra miq, shoqëria moderne adhuron madhështinë, numrat mëdhej, ndikim të menjëhershëm, influencuesit e kësaj kohe, njerëzit e pushtetit, rezultate të shpejta. Por historia tregon që transformimet më të mëdha kanë filluar me ndërgjegjen, nëpërmjet një refuzimi të heshtur, nëpërmjet një akti të vogël besnikërie. Filozofja e njohur gjermane Hannah Arendt shkruante: "Asgjë nuk është më e fuqishme se një akt i thjesht moral në kohën e dur." Rosa Parks nuk e dinte se po ndryshonte historinë. Ajo thjesht zgjodhi të mos shkelte mbi ndërgjegjen e saj. Sot unë besoj Zoti na pyet: çfarë fare të vogël po kërkon të mbjell? Ku je duke pritur rezultate të mëdha pa bindje të vogël? Ku je duke e nënvlerësuar fuqinë e besnikërisë në jetën tënde të përditshme? Mbretëria e Zotit nuk ndërtohet vetëm nga veprime heroike, por nga një seri zgjedhjesh të vogla dhe të drejta. Zgjedhje dhe vendime që ndryshojnë gjithçka, brenda dhe rreth teje, në familje, në punë, në qytet, në ndërgjegjen tënde. Ndaj mos kërko të jesh një lis i madh dhe i lartë përpara se të jesh një farë e vogël dhe e bindur. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zoti i dashur, më jep besimin në fuqinë e fillimeve të vogla, besimin tim në ty, tek fjala jote. Më ndihmo të jem besnik në atë që hera herës duket e parëndësishme, duke besuar se ti ai që jep rritjen. Bëj jetën time që të jetë e ngjashme me farën e sinapit, që në duart e tua jeta ime të sjell ndryshimin e madh. Bekoj burra dhe gratë që po ndjekin tani o Zot, familjet e tyre ruaj dhe mbroj, udhëhiqi dhe drejtoi ti. Qoftë kjo fjalë inkurajimi për ta, motivim për ditën. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq, qofshi një farë e bekuar në duart e Zotit tuaj. Mezi pres ju takoj sërish në meditimin e nesër.